Fundjava e parë e qershorit ka shënuar një nisje të vrullshme të sezonit turistik në Shëngjin. Temperaturat e larta dhe moti i favorshëm kanë sjellë një fluks të madh pushuesish përgjatë gjithë vijës bregdetare nga Rana e Edhun e deri në Kune. Plazhet janë mbushur nga turistë vendas dhe të huaj, ku numri më të madh e zën shqiptarët e ardhur nga Kosova. Për më shumë prej tyre, këto janë ditët e para të pushimeve, ndërsa të tjerë kanë zgjedhur ta shfrytëzojnë fundjavën për të kaluar disa ditë pranë detit. Pushuesit e intervistuar janë shprehur të kënaqur me kushtet që ofron Shëngjini, duke vlerësuar veçanërisht pastërtinë e ujit dhe rërës, bukuritë natyrore dhe mikpritjen e zonës. Mirë po duket, vini mirë, edhe po pëlqen, edhe gjithë vim çdo verë vim Shëngjin. Me ardhur që 3 ditë, vim prej Kosovës, prej Gjilanit faktikisht në vakun. Ka që 10 vite që i frekuentoj unë plazhin e Shëngjinit. Kushtet janë përmirësu dukshëm krahasuar me to. Shëngjini për neve, sidomos i vim nga Kosova, është afër. Njerëzit janë shumë miqësorë. Ne jemi të kënaqur sidomos me mikpritjen e tyre. Ajo çka ndoshta kish me pas në të ardhmen në punë më tepër dezinfektimi ose dezinfektimi i mushkonjeve të bëhet më tepër, sepse pak si futesh më mbrana, atëherë është problemi i tyre. Përkundërzi si vjet, tash për tash fillimi është shumë i mirë. Super, nuk është era parë që vit. Mirë është. Shkam brangos fakti që diçka nëpër shitore dyqane, çimet janë vendosur. Jo që trajta, nuk kanë vendosur, nuk e din drejta për shkom të kasa. Aty përcaktohet çmimi direkt aty. Po na sjell kokçare, vendi mirë, vendi bukur, njerëz të mirë dashur. S'po diçka më thon diçka tjetër, mirë është krejt rregull. Është vend pushues për nerva, për gjithçka, ujë i mirë, plazh i mirë, më mirë s'di ku ka më shku, gjithçka ka të veçantë. Jam shku të na ndejnë Saron veç me Shëngjini mas shumë të më. Numri vizitorëve në plazhet e Lezhës është në rritje të vazhdueshme, ndërsa autoritetet lokale parashikojnë që kulmi i sezonit të arrihet gjatë muajve korrik dhe gusht. Fokusi këtë vit është vendosur te përmirësimi i shërbimeve dhe menaxhimi efikas i hapësirave publike për të garantuar një sezon turistik sa më cilësor, të sigurt dhe me standarde të pritshme për vizitorët.